Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Skandali në Big, Viserlo mbron Jozin pas incidentit me Gjestin. Pas incidentit të ndodhur në spektaklin e fundit, ku Jozefin Marku goditi rënd Gjestin gjatë momentit që do të linte shtëpinë, situata ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale dhe në media. Viserlo, një tjetër ish banor, ka dalë publikisht në mbrojtje të Jozefin Markut. Në një postim në rrjetet sociale, Viserlo ka bërë një koment ironik ndaj Gjestit duke thënë: "Gjestit shpresoj të jetë kujtuar veza." Dhe gjithashtu ka bërë një tjetër postim ku bën tag Joz Markun dhe vë figurën e mbretit. Duket se pas reagimeve të shumta dhe kritikave në rrjetet sociale, Viserlo s'ishte dashur të fshijë postimet e tij nga profili personal, duke mos dhënë një shpjegim të mëtejshëm për veprimet e tij.